5 ditë pas vrahjes së Bari Fazliut, është vrarë edhe Agron Rahmani dhe këto dy vrasje të herojve tonë të popullit, të luftëtarëve të paepur, të njerëzve aq të dashur e të veprimtarëve intelektual kanë qenë goditje shumë të mëdha për luftën çlirimtare të Kosovës. Agron Rahmani ka pasur edhe të njëjtën moshë me Bari Fazliun, por në vitet 80-90 që të dy po ashtu për disa muaj kanë qenë gjithashtu në burg në kohën e demonstratave të atëhershme dhe më pastaj janë organizuar bashkërisht pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe me dallim prej 5 ditësh bien heroikisht në përballje me forcat armike. Agron Rahmani, sikurse edhe të gjithë dëshmorët e tjerë të kombit e përbëjnë historinë tonë, ndërkaq pikërisht kujtimi ynë për ta, besnikëria jonë ndaj tyre na ndriçon rrugën përpara në mënyrë që të ecim edhe me mbrojtje të atdheut, edhe me demokraci në institucione, edhe me progres për shoqërinë, edhe me zhvillim për ekonominë tonë, për këtë brez dhe për brezat që do të vinë. Lavdi Agron Rahmanit dhe të gjithë dëshmorëve martirëve të kombit shqiptar.